Në Kosovë, zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 28 dhjetor. Vetëvendosja si më e votuara në Kosovë nuk arriti të bëjë shumicën përkundër disa tentimeve për koalicion me disa nga subjektet parlamentare, por të cilat në vazhdimsi refuzuan një ofertë nga vetëvendosja. Çfarë do të sjellin zgjedhjet e 28 dhjetorit, do të flasim në minutat në vazhdim me zyrtarin e këtij subjekti politik, zotëri Adnan Rosemi. Zotëri Rosemi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Alsan. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Zotëri Rosemi, në zgjedhjet e fundit, ato të shkurtit, vetëvendosja doli subjekti i parë në zgjedhjet në Kosovë, megjithatë nuk arriti të formojë qeverinë. Është dështimi i vetëvendosjes apo e shihni si mosgatishmëri apo mungesë e gatishmërisë e partive opozitare për të bashkëpunuar, gjë që çoi në bllokimin e kuvendit për gati 8-9 muaj? Po përkundër që Lëvizja Vendosje fitoi zgjedhjet me një rezultat të bindshëm, domethënë në krahasim me subjekte tjera politike të zgjedhjeve të nënshkurtit. Domethënë mos harrojmë, Lëvizja Vendosje kishte fituar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, më shumë pothuajse sa dy parti tjera politike opozitare bashkë, por që refuzimi i partive politike opozitare për të bashkëpunuar në një koalicion të mundshëm për të krijuar qeverinë dhe për të krijuar institucionet ishte shprehje për bindjen time të një orientimi të planifikuar të opozitës për ta kufizuar dhe për ta bllokuar Lëvizjen Vendosje dhe qeverinë Kurti. Bindja ime është që ky plan kishte filluar që është vërtet që në zgjedhjet e nënshkurtit, ata ishin përpjekur me gjitha masat le të them mekanizmat për ta ulur vetëvendosjen në kuptimin e rezultatit zgjedhor, në masën që do të krijojë hapësira eventuale për një qeveri të pakicës përkundër fituesit të zgjedhjeve. Ata e thonin hapur dhe jo vetëm politikisht, por edhe nëpërmjet mekanizmave të ndryshme siç janë mediat edhe goditje tjera që i bën vetëvendosjes në kuadër të fushatës zgjedhore në atë kohë, kishin domethënë synimin për ta kufizuar thjesht ose për ta pamundsuar krijimin e qeverisë Kurti 3. Është absurd gjithsesi, sjellje irracionale gjatë këtyre 9 muajve, sepse çdo përpjekje dhe çdo iniciativë e Lëvizjes Vendosje për të ndërtuar institucionet u refuzua në një mënyrë ose u pengua o bllokua në një mënyrë tjetër. Ndryshuat madje edhe mandatarin, ndryshuat edhe emrat e kandidatëve për kryetar të kuvendit. Po, nga 15 prilli kur është thirrur seanca e parë konstitutive e Kuvendit të Kosovës, kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për ta konstruuar kuvendin dhe për ta krijuar qeverinë Kurti 3, dhe në anën tjetër, po nga ajo ditë ne kemi pasur domethënë vështirësi të pengesat e nxjerrura nga opozita, madje në mënyrë kështu krejtësisht paradoksale, duke refuzuar dhe miratimin apo dekretimin e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke refuzuar atë raportin mbi verifikimin dhe mandateve. Pra, pasur një koordinim të gjitha partitë opozitare. Nuk ka asnjë dilemë, domethënë, sepse ku shihni këtu listën serbe? Në këtë bashkëpunim kanë pasur me partitë opozitare? Padyshim, domethënë bashkëpunimin në retrospektive kanë pasur në 2 mandate duke krijuar qeveri me votat vendimtare të listës serbe. Domethënë ne kemi pasur në Kosovë 2 qeveri ku votat e deputetëve të listës serbe kanë qenë përcaktuese, jo vetëm pjesë e koalicionit, por ama kanë qenë përcaktuese. Po e theksoj këtë gjë sepse ka shumë rëndësi të përfituohet një situatë kur kryeministri i Republikës Kosovës dhe përbërja e qeverisë varet nga një votë vetme e deputetëve të listës serbe. Dhe nga raporti i votave si i tillë, pastaj varet edhe modeli i qeverisës, edhe varet edhe raporti i asaj qeverie me politika të caktuara në raport me interesat e Serbisë. Në anën tjetër dhe gjatë asaj legjislature ka pasur një sinkronizim të vazhdueshëm, domethënë, sepse llogaritë kanë qenë të tilla që në rast se eventualisht shkohet me një qeveri të opozitës përkundër fituesit të zgjedhjeve, kjo do të ishte e mundur vetëm me votat e listës serbe. Dhe arsyeja e thjeshtë pse nuk ka ndodhur kjo, në fakt është periudha e shkurtër që ngeli për një qeveri të tillë të mundshme, duke marrë parasysh që në mars, respektivisht në prill të vitit tashëm, përfundon mandati i Presidentës së Republikës dhe zgjedhja e presidentit apo e presidentes kërkon të paktën 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, dhe ky numër i votave nuk arrihej dot domethënë nga opozita as edhe me listën serbe. Duke ditur që në mars gjithsesi do të përballemi me zgjedhje të parakohshme, ata nuk ishin të gatshëm ta bëjnë një qeveri në këtë fazë për 3-4 muaj me listën serbe, sepse do të pagunin çmim natyrisht të lartë para qytetarëve. Por nëse në zgjedhjet e fundit kishit synim 500.000 vota, tani në zgjedhjet e 28 dhjetorit, çfarë synoni?
Po zgjedhjet e 20 dhjetorit janë specifike dhe të jashtëzakonshme edhe për ka natyra dhe për mbajtja, jo vetëm për nga forma procedurale e tyre, sepse janë rrjedhoj drejt për drejt e blokadës 8 muajshe në Kosovë. Prandaj unë personalisht zgjedhjet e 20 dhjetorit i shoh në këtë raport, domethënë se si qytetarët do t'i përgjigjen pengesave, barierave, blokadave që janë bërë qeverisë Kurti dhe vetëvendosit gjatë atyre 8 muajve. Prandaj me 28 dhjetor unë pres që një pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe një mbështetje për lëvizjen e vendosje për t'i tejkaluar këto vështirësi dhe këto pengesa, duke na dhënë një mbështetje të mjaftueshme për ta zgjedhur qeverinë Kurti edhe për të vazhduar me politikat në punë të mira që ka nisur me qeverinë Kurti 2. Nuk po flas për numra, por që besoj shumë që do të ketë një mbështetje të mjaftueshme që lëvizja e vendosje mos të ketë varësi nga parti tjera politike opozitare, por edhe të kohë mos të ketë mundësi e shpresë në kampin opozitar për të llogaritur në një obstruksion të ngjashëm siç e kanë bërë gjatë këtij viti, apo edhe në një plan ende më ogurzi do të thoya unë, për një qeveri të pakicës ku votat e deputetëve të listës serbe do të ishin përcaktuese. Se kishte dallime me partitë për datën e zgjedhjeve. Përderisa opozita insistonte fillimin e dhjetorit, ju insistonit fundin e dhjetorit. Ishin mërgjimtarët ato që determinuan këtë datë? Po në radhë para afatet kushtetuese janë të qarta, nga momenti kur shpërndahet kuvendi, domethënë nga 35 deri në 45 ditë është afati kur duhet të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Në anën tjetër ne kishim një proces zgjedhor të zgjedhjeve lokale me 2 raunde, të papërfunduar. Dhe në Kosovë, në historinë elektorale të Kosovës, nuk ka pasur ndonjë rast kur janë shpallur një palë zgjedhje, ndërkohë që nuk ka përfunduar procesi paraprak. Presidentja i ka autorizimet e përcaktuara qartë me kushtetut që në konsultim natyrisht me partitë politike, por në konsultim edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të vlerësuar një datë optimale që i garanton edhe administrim dhe organizim të mirë, por natyrisht edhe pjesëmarrje sa më gjerë të qytetarëve. Dhe për ne nuk ishte alternativë tjetër përveç se 28 dhjetorit, duke marrë parasysh që KQZ ende nuk i kishte mbyllur gjitha fazat e procesit të zgjedhjeve lokale. Refuzimi i opozitës ishte po ashtu i pakuptueshëm, megjithëse i shpjegueshëm, sepse ata hallin e kishin tek pjesëmarrja masive e bashkëdhetarëve, duke marrë parasysh që në fund të vitit shumë prej bashkëdhetarëve tanë janë në Kosovë edhe për të vizituar familjet e tyre dhe për të kaluar festat e fund vitit, ndërkohë që kjo do duhet ishte arsye shtesë në fakt për ta konsideruar datën 28 dhjetor. Zakonisht në vendet demokratike opozita insiston një datë të atill që e mundson ose e garanton shumë dalje. Domethënë, por në Kosovë kjo nuk ndodhi. Vetëvendosja kishte parapëlqyer një koalicion me LDK-n, mirë po nuk morët një përgjigje pozitive, u refuzuat vazhdimisht. Tani pas zgjedhjeve, nëse sipas këtyre numrave ose nëse marrim përbazë numrat e zgjedhjeve të fundit, nëse partia Vetëvendosje del e para dhe del Partia Demokratike e Kosovës e dyta me një udhëheqësi të re, cilat janë gjasat që Vetëvendosja të shkojë në një koalicion nëse nuk arrin vetë të formojë qeverinë me Partinë Demokratike të Kosovës? Po ne tashmë jemi në fushat zgjatore. Keni vija të kuqe me PDK-n dhe me subjekte të tjera. Ato kanë vija të kuqe me lëvizjen e vendosje, është po aq absurde që është të vërteta dhe po do të mundohem ta elaboroj këtë gjë. Por në radhë parë jemi në fushat zgjedhore dhe ne po punojmë shumë për një pjesëmarrje sa më të madhe të qytetarëve në ditën e zgjedhjeve dhe për një mbështetje sa më të fuqishme për lëvizjen e vendosje, siç e thash, për të kaluar ato barierat dhe pengesat dhe bllokadat që na janë vënë gjatë këtij viti. Në anën tjetër, nuk është vetëm çështja e raportit në mes të partive politike, çështja është e një orientimi të këtyre partive politike me disa prej çështjeve vitale të shtetit Kosovës. Nuk është çështja se jemi të gatshëm apo jo. Unë jam shumë i bindur që ato nuk vinë në koalicion me lëvizjen e vendosje, sepse ato tashmë kanë një plan rezerv për një qeveri të opozitës bashkë me deputetët e listës serbe. Po, duket zoti Hamza duket se ka dhënë sinjale se nuk përjashton mundësinë një bashkëpunimi. Në gjykimin tim është krejtësisht në soazat të sjelljes elektorale edhe paraelektorale. Vërtet e ka thënë, por ama në ditën kur është përndar kuvendi nga presidentja në takimin e presidentes me liderët e partive politike, kur presidentja ofroi një opcion për të
për të kthyer në kuvend dhe për ta miratuar planin e rritjes me Bashkimin Evropian me mbi 880 milionë euro, 2 marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare me Bankën Botërore, pakamat për shumë të volitshme për Kosovën, buxhetet e 3 komunave të cilat kishin ngelur pa miratuar dhe buxhetin për atë divizionin e Kosovës, ishte i pari zoti Hamza që kishte reaguar që një gjë e tillë mos ndodh. Madje kishte ofruar edhe si kompromis presidenti Osmani që të miratohet të merret vendimi për zgjatjen buxhetore të 1/12 për vitin e ardhshëm, sepse Kosova rrezikon të futet në krizë financiare në vitin e ardhshëm për shkak të mosmiratimit të buxhetit për vitin 2026. Meqenëse qeveria e procedoi dhe miratoi dhe solli në kuvend, por deputetët e opozitës refuzuan që ta miratojnë, të paktën për të siguruar që punonësit publik, domethënë policët, mjekët, mësimdhënësit, pensionistët, nënat lehona, fëmijët me shtesa, mos të ngelin pa financimin e tyre vitin e ardhshëm. Se në kufizimin ligjor në Kosovë, vetëm në janar dhe në shkurt mund të ketë ekzekutim të buxhetit, por nga një marsi, nëse nuk ka kuvend të konstituar dhe nuk ka miratim të buxhetit, ose të paktën një vendim për ta zgjatur këtë periudhë, atëherë rrezikohet krejtësisht sistemi financiar. Unë besoj që kjo deklaratë është krejtësisht në kontekst të zgjedhjeve të 20 dhjetorit, por në vlerësimin tim, refuzimi ndërlidhet me dy orientime politike të qeverisë Kurti, të cilat opozita aktuale as nuk do të identifikohet e as nuk i përballon dot. Qasja e kryeministit Kurti në raport me Serbinë dhe veriun e Kosovës, shtrirjen e sovranitetit atje, garantimin e zbatimit të kushtetutës dhe të ligjit, eliminimin e struktura paralele të Serbisë dhe vendosjen e policisë Kosovës dhe të autoritetit të shtetit Kosovës, është një arsye e parë pse kjo opozitë nuk e përballon dot dhe nuk është e gatshme që të jetë në një koalicion me vendosjen. Dhe e dyta është që më shumë vlen për PDK-n, por natyrisht edhe për tjerat, është qasja e qeverisë Kurti kundër korrupsionit dhe verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë pa justifikueshme, domethënë nëpërmjet themelimit të byros si institucion special ose specializuar që do të ketë për objekt trajtimin e pasurisë zyrtarëve të lartë publik dhe verifikimin e pasurisë së tyre në raport me të hyrat dhe ajo pasurisë. Ajo iniciativë përfundoi në gjykatë kushtetuese. Por ajo sado që të vënohet, domethënë nuk i shpëtohet dot, domethënë në byros. Gjykata kushtetuese 2 herë ka trajtuar, ne jemi të bindur që nuk ka asgjë antikushtetuese aty, thjesht është dorëzuar për të blerë kohë nga ana e PDK-s, me shpresë domethënë që nuk do të ketë qeveri Kurti 3 dhe rrëdimisht do të pamundsohet. Por thjesht prandaj duhet një lloj pjesëmarrje dhe mbështetje masive për lëvizjen e vendosje, që të sigurohemi që vazhdon qeveria Kurti 3 dhe që sigurohemi që nuk na imponohet një plan i një qeverie të pakicës ku deputetët e listës serbe do të ishin përcaktues. Dhe ka shumë rëndësi me shkurtimisht me elaboru këtë rolin përcaktues të listës serbe, sidomos pas akti terrorist dhe akti të agresionit në Banjsk, sepse këto politikat e qeverisë Kurti për ta shtritur sovranitetin në veri të Kosovës, domethënë nuk do të ishin të mundur apo të varej qeveria nga votat e deputetëve të listës serbe. Le ta imagjinojmë një qeveri ku deputetët e listës serbe janë përcaktues, domethënë se kush bëhet kryeminist dhe çfarë vendime merren. Flasim pak për sigurinë dhe për veriun, si paraqitet gjendja atje dhe cili është vizioni i vetvendosjes për dialogun me Serbinë? A mendoni se procesi aktual i dialogut duhet ndryshojë qasje? Po dialogu ka psuar një ndryshim rrënjësor për bindjen time nga ardha e lëvizjendosje në qeverisje apo në pushtet. Domethënë në të shkuarën Kosova është trajtuar si çështje, jo si palë. Domethënë ka pasur një qasje krejtësisht të gabuar, të cila kishte filluar në vitin 2011 me një herë pas opinionit të GND-s e gabimisht, domethënë që në vend se të kapitalizojë opinioni i GND-s për të afirmuar subjektivitetin e shtetit të Kosovës, sepse opinioni i GND-s kishte qenë një goditje drejt për Serbinë dhe një afirmim i jashtëzakonshëm edhe në kuptimin e asaj që konsiderohet drejtësi ndërkombëtare të subjektivitetit të shtetit të Kosovës, ne përfunduam në një dialog të natkohë të quajtur të teknik, por që shpejt morë kuptim krejtësisht politik, ku secila çështje e brendshme e Kosovës që kontestohej nga Serbia apo edhe nga këto struktura të Serbisë në Kosovë, u bë temë dialogimi me Serbinë. Domethënë,
Dhe në anën tjetër, marrëveshjet që ishin arritur, ato që sadopak kishin një lloj impakti pozitiv për Kosovën, nuk zbatoheshin dot as nga Kosova dhe as nga Serbia, ndërkohë që ato që ishin krejtësisht në interes të Serbisë, insistohej edhe nga Serbia, ndonjëherë nga partnerët. Megjithatë, të kushtojmë Kosova përfundoi me masa nga Bashkimi Evropian, masa të përkohshme, të cilat ka paralajmërime se nuk do të largohen, nuk pajtohen të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Po kjo Kundër asaj që komunat në veri tash kaluan në duart e listës serbe që fituan zgjedhjet lokale. Së pari, domethënë, ka rëndësi se si janë vendosur këto masa, domethënë, ato janë vendosur në aspektin procedural, jo me mbledhje të Komisionit të Këshillit Evropian, ndërkohë që heqja atyre kërkon një procedurë krejtësisht tjetër edhe formale që e vështirëson sepse më lehtë janë vendosur se sa eksakte, drejta e vet ose kërkesa për konsenzus të plotë e vështirëson heqjen e tyre. Por arsyeja pse po të vendos në fakt ka qenë në kërkesa për deeskalim në veri të Kosovës. Ne jo vetëm që kemi përmbushur ato zotimet e dakordimit të Bratislavës, domethënë ku kryenegociatori Bislimi bashkë me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian kishin vendosur një lloj dakordimi për disa pika, për disa veprime, por në anën tjetër realiteti sot në veri të Kosovës është krejtësisht i kundërt me atë çfarë ekzistonte në kohën kur janë vendosur e as më tepër me para ndërmarrjes së këtyre veprimeve. Sot në veri të Kosovës, domethënë jeta është krejtësisht e qetë, jeta është krejtësisht normale, ku ato vlerë të qetë normalitet. Krejtësisht, domethënë, strukturat paralele janë eliminuar, barikadat që vijeshin në scenën rrugë, aty nuk ekzistojnë më, bizneset shqiptare dhe të lishme edhe të serbëve që jetojnë atje janë hapur, ndërkohë që strukturat paralele domethënë që kanë ekzistuar në secili nivel janë mbyllur. Ndërkohë banka e Serbisë është zëvendësuar me bankat e Kosovës, dinari është ndaluar dhe zëvendësuar me euron. Secili mekanizëm që ka ekzistuar paralel atje nuk ekziston, ndërkohë që ekzistojnë institucionet e Republikës Kosovës, madje edhe vetë serbët bëjnë jetë të qetë dhe normale, të cilët vlerësojnë që është e vërteta praninë e policisë Kosovës kanë qenë edhe vetë ata viktim të këtyre grupeve ekstreme, të cilat qeveria i ka shpallur si terroriste. Jemi fare në fund, do t'ju pyes pak për raportet me shqiptarët e Maqedonisë. Vetëvendosja ka raporte të mira, të shkëlqyera me Vlenin, ka pasur një impakt edhe për rezultatin e Vlenit këtu në Maqedoni. Madje koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit është njeriu i vetëvendosjes, zotëri Bekim Qoku. Si e shihni ju Vlenin në qeverinë e Maqedonisë dhe a jeni të informuar për gjitha zhvillimet që ndodhin këtu? Personalisht, jo për gjitha zhvillimet, natyrisht, përcjellja e zhvillimeve politike në Maqedoninë e Veriut në raport me shqiptarët, me të drejtat e tyre, me rritjen e mirëqenies së shqiptarëve që jetojnë këto, me zgjerimin e të drejtave të tyre, të cilat ju përkasin, por në përgjithësi, domethënë, raporti ynë dhe interesi që është vërtetaj vetëvendosjes për shqiptarët jashtë Kosovës ka qenë i vazhdueshëm gjithmonë. Ne kemi të njëjtin dedikim ose edhe më të madh që është vërteta duke bërë parasysh edhe rrethana të fshira që kanë shqiptarët në Luginën e Prishevës, domethënë qeveria e parë, qeveria e Kurti që ka financuar, domethënë ka ndarë një linjë të veçantë buxhetore për shqiptarët atje, që furnizon me tekste shkollore nxënësit atje dhe që shpërndan subvencione të caktuara për të mbajtur gjallë jetën e tyre kulturore, sociale, por edhe politike. Vleni është një bashkim partish natyrisht, me cilin kemi pasur një raport të bashkëpunimi. Ne mbështesim faktorizimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për të artikuluar kërkesat e tyre, të drejtat e tyre legjitime dhe për të përmbushur veten natyrisht si entitet. Po, edhe Vleni në kuptimin ndërpartijak ka një bashkëpunim të ngushtë me lëvizjen vendosje. Ne kemi pritur rezultatin e mirë që kanë korrur në këto zgjedhje të fundit. Bashkëpunimi besoj do të vazhdojë. Nuk është një bashkëpunim që ndërlidhet me interesa partijake, për këtë jam i bindur. Thjesht është një bashkëpunim që ndërlidhet për mbështetje reciproke në kuptimin e zhvillimit të gjithëmbashëm të shqiptarëve, për aty ku mund të ndihmojmë. Raportet e ndërshtetërore janë të shkëlqyeshme dhe ndërqeveritare po ashtu. Fare në fund, shkurt, lutem, për nesër është paralajmëruar një protestë nga shoqatët e dala nga lufta për këtu në Shkup,
kundër gjykimit në Hag që po ju bëhet krerëve Tuçkës. E mbështet vendosje këtë protest? Pa dyshim ne kemi mbështetur secilin reagim kundër gjykatës speciale. Gjykata speciale është një ngrejine pa drejtë, të cilën kemi kundërshtuar që në kryet herës. Madje jemi të vetëm që kemi kundërshtuar që në kohën kur është sjell për të themeluar në Kuvendin e Kosovës. Kemi kontestuar në Kuvend, kemi kundërshtuar me protesta publike në sheshet e Prishtinës, kemi artikuluar argumentet politike, juridike pse nuk duhet të themelohet kjo gjykatë speciale dhe në anën tjetër nuk kemi le të themi ndryshim qëndrimi përkundrazi. Koha e ka dëshmuar që argumentet tona kanë qenë edhe të drejta, edhe të bazuara dhe që sot fatkeqësisht ata të cilët i kanë prirë themelimit të asaj gjykate speciale, kanë bërë presion madje mbi deputetët e Kuvendit të Kosovës për ta themeluar atë gjykatë speciale, kanë lobuar në mënyra të ndryshme për themelimin e gjykatës speciale, i prinë edhe kundërshtimit të procesit atje. Unë jam dakord. Po, padyshim që mbështesim në secilin reagim, por ka shumë rëndësi edhe për një lloj evidentimi qoftë edhe për si fakt historik që kush dhe si çfarë qëndrimi mbante në kohën kur vendosej për themelimin e gjykatës speciale. Sepse themelimi i saj sot është fakt i krym, ne mund ta kritikojmë dhe mund ta shpërfaqim natyrisht padrejtsinë e saj, por ama ndërprerja ose le të themi ndalimi e ka pasur një moment, një datë dhe një mundësi që ka qenë viti 2015 në Kuvendin e Kosovës. Dhe të paktën ata të cilët e kanë themeluar e ata që kanë lobuar për ta themeluar sot do duhet të manifestojnë një lloj pendimi para qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë uroj që liderët e TÇK-s sa më parë të kthehen në familjet e tyre, të kthehen jetës së tyre publike dhe të kthehen në Kosovë, ata po mbon padrejtisht atje. Dhe çdo reagim nga do që vjen gjithsesi është i mirëpritur. Zotëri Lusemi, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, ju falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ne vetëm pas pak do të vazhdojmë me informacionet e tjera.